Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi Shkodrën si simbolik për të prezantuar kandidatët e koalicionit që drejton për zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, nga ky qark do të nisë edhe betejë për të shembur diktaturën e dytë, siç kryet demokrati e cilëson qeverisjen e Partisë Socialiste. Edi Rama i ka dhënë fuqi absolute bandave të narkoshtetit si të vetme mënyrë që ai të sundojë Shkodrën e lirë. Lideri i opozitës i bëri thirrje qytetarëve të Shkodrës që të mos japin asnjë votë për kandidatët e partive të tjera të rreshtuara në opozitë, pasi ajo sipas tij shkon Edi Ramës. Asnjë votë të mdoshit. Tani 2 fjalë për ata ish pro-amerikanët e mi. E mordhër se ku shkoi Donaldi, se ku po shkon dhe Kimi. Mos vazhdoni gënjeshtën e Ylbashës. Ktheuni, mos vazhdoni betejën për Edi Ramën. Berisha akuzoi qeverinë Rama për diskriminim të qytetit më të madh verior, ndërsa premtoi se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, autostrada e parë që do të inaugurohet do të jetë ajo Shkodër-Milot-Tiranë, si dhe vepra e bypassit të Elbasanit.